Allahumma ya Razzak, irzuqna. O Zot, që je furnizues, më furnizo me mirësitë e tua. Allahumma ya Razzak, irzuqna. Pejgamberi alayhis salatu wassalam tha, thuani këtë lutje nëse doni bereqet, bollek e mirësi të shumta. Andaj mësojeni këtë lutje shumë të shkurtër, por që ka një thirrje shumë të madhe. Allahumma ya Razzak, irzuqna. Prandaj mos harroni se Allahu është Razzak, furnizues. Inna Allaha yarzuqu man yashau bighayri hisab. Unë jam Allahu që ju furnizoj juve pa mas. Sa njerëz mundohen, pra punojnë dhe nuk dalen ditën dhe natën, mirë po do të marrin atë që ja u ka përcaktuar Krijuesi. Pra ju angazhoheni për kërkimin e bereqetit, mirë po ju do të merrni atë që Allahu a ka përcaktuar. Prandaj, normalisht se risku është angazhim, mirë po ajo që do merrni do të jeni të kënaqur me të dhe të falenderoni Zotin për çdo të mirë që keni.